që po kalon kombi shqiptar në tërësi në këtë moment. Patjetër. Kur jemi edhe në rrezik, domethënë është buta edhe ne kur jemi në rrezik, si thuati, ka duhet më rrështu në këtë krysh kombi shqiptar. Ka Izraeli, ka Irani. Nuk e di pse i referohesh Izraelit. Po çati po ndodhet lufta? Izraeli nuk është pika më e madhe gjeopolitike e botës. Bota ka sistem botëror, rend botëror të drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po kur themi Izraeli, themi Amerika, se këto dy janë bashkë, apo jo? Ka njerëz që nuk janë dakord me këtë tezë. Kjo është tezë që duhet diskutuar. Po, Izraeli dhe Amerika janë bashkë, kanë interesat përbashkëta gjeostrategjike, por lufta e Iranit tregoi që nuk i kanë interesat e përbashkëta. Këtë tregon ndarja e Amerikës brenda. Pjesa më e madhe e Amerikës brenda po thonë që lufta në Iran nuk është lufta e Amerikës, nuk është lufta e amerikanëve. Është një debat që po bëhet në Amerikë, por sa i përket busullës shqiptarëve, shqiptarët kanë një aleancë strategjike të cilën e kanë nisur me amerikanët prej 1990-s në konferencën e paqes me Woodrow Wilsonin, i cili ndaloi, vuri veto për mos ekzistencën e Shqipërisë, kur fuqitë e mëdha ishin mbledhur për të na coptuar dhe për të na bërë llokma. Kemi dhe investim të madh të dytë amerikan që është Kosova, vendi ku ne po bëjmë sot emisionin. Dhe në këtë moment, unë mendoj, jo sepse ne jemi krijesa servile që synojnë të kërkojnë lavdinë e tyre në Washington, apo të projektojnë karrierën e tyre nga lavdat e thurura ndaj Washingtonit, sepse ne shumë nga tradhtarët e Shqipërisë ja kanë bërë gjëmë në Shqipërisë, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, duke u veshur dhe duke u maskuar me flamur amerikan. Përse ne duhet jemi të kujdesshëm në këtë moment? Unë kam qenë i mendimit dhe e kam deklaruar vazhdimisht që busulla dhe ylli polar i shqiptarëve duhet jetë Washingtoni. Dhe dini pse. Jo sepse ne duhet kërkojmë lavdi në Washington, apo përpjekje për t'u servilosur Washingtonit, sepse shumë nga të këqijat që i kanë ndodhur Shqipërisë dhe Kosovës në 34 vitet e tranzicionit kanë qenë nga politikantë korruptuar, hajdut, anti-shqiptar të cilët kanë patur bekimin e Washingtonit. Por, mua më trënd një botë pa Amerikën, sepse ne do të shkojmë në një rend tjetër botëror, dhe si shqiptar, në një kontekst geopolitik dhe geostrategjik balkanik, unë ende nuk e njoh ofertën e qytetërimit alternativ. Pra, ka njerëz të cilët në trojet tona janë të bezdisur nga Amerika, janë të bezdisur nga luftrat e saj në Irak, në Afganistan, në Iran, kanë vrarë njerëz, deklaruan se kishte bombë kimike në Irak, doli që s'kishte asgjë. Deklaruam që kishim shkuam në Afganistan, bëm luftra, vram, mbështetëm Izraelin kur bëri genocid në Gaza. Problemi nuk është këtu, ne duhet ta shikojmë ftohtë historinë e lidhjeve të Amerikës me aleatët e saj në rajonet të tjera, dhe kontekstin e lidhjes Amerikës me shqiptarët këtu në rajonin e Ballkanit. Pse? Në qoftë se do të flasim se jemi duke shkuar në një botë tranzicioni, ku rendi i vjetër botëror tashmë është multipolar, nuk ka më botë një polar drejtuar nga amerikanët, bota do drejtohet nga më shumë fuqi, unë kam frikrat e mia, jam i hapur për të kuptuar atë që do të sjellë historia, por ne jetojmë në epokën e monstrave. Unë nuk jam i majt në bindje, por është një majtist i thekur që quhet Antonio Gramsci, politolog, dhe ka thënë periudhat e ndërmjet vdekjes së një epoke dhe lindjes së një epoke tjetër janë këto që po jetojmë. Dhe këto janë periudhat në të cilat ka vdekur epoka e vjetër, por është e pamundur të lindë epoka e re. Kjo është epoka e monstrave, ka thënë. E monstrave. Po, e përsëris, ai është një politikan, politolog, filozof, majtist, unë nuk i referohem sepse unë nuk kam bindje të majta, por i referohem në konceptin gjeopolitik, ne gjendemi pikërisht në këtë moment. Pra të përdhu që du të më rështu ka Washingtonina? Absolutisht, derisa të marrim vesh cila është oferta e qytetërimit alternativ. Ne nuk mund të shkojmë, ka njerëz në trojet shqiptare sot na thonë, ne do të ikim sepse Vladimir Putin është simpatik. Sepse lideri Xi Jinping është simpatik, sepse Kina ka shumë gradacera të bukura, është bërë më e bukur se New Yorku. Putini është simpatik sepse mbron familjen, sulmon agendat woke. Është do fejen islame? Don po kërkon ai
këshilltari vet, Aleksandr Dugini, që është projektuesi i vizionit filozofik të Putinit, ka thënë duhet një aleancë mes botës ortodokse dhe botës islame kundër botës tjetër. Problemi është Pra ka një aleancë në mes dyre. ka aleancë, po projektohet aleanca, por nuk e dim